Vatikani është shteti më i vogël në botë, por kjo është vetëm pamja e jashtme. Në realitet, ai është një nga strukturat politike më të vjetra, më të qëndrueshme dhe më të sofistikuara që ka ekzistuar ndonjëherë. Ndryshe nga perandoritë që u mbështetën te ushtria, te ekonomia ose te territori, Vatikani u mbështet te diçka shumë më e qëndrueshme: informacioni, rrjetet dhe koha. Që nga momenti kur perandoria romake perëndimore u shemb, kisha nuk u zhduk, ajo u ripozicionua. Ndërsa pushteti ushtarak u fragmentua, Vatikani u shëndrua në pikën e vetme konstante në një Evropë të copëzuar. Mbretërit ndryshonin, kufiit zhdukeshin, por arkivat mbeteshin. Çdo marrëveshje, çdo betim, çdo tradhti dokumentohej. Arkivat e Vatikanit nuk u ndërtuan për kuriozitet historik. Ato u ndërtuan si instrument pushteti. Çdo dokument i ruajtur kishte vlerë strategjike. Një letër e vjetër mund të përdorej dekada më vonë për të justifikuar një pretendim territorial, një martesë mbretërore apo një ndërhyrje politike. Në mesjet, Papa nuk ishte thjesht figurë shpirtërore. Ai ishte arbitër ndërkombëtar. Në një botë pa OKB, pa gjykata ndërkombëtare dhe pa traktate moderne, fjala e Papës kishte peshë ligjore dhe politike, dhe çdo vendim i tij arkivohej. Këto arkiva përmbajnë korrespondencë të drejtpërdrejtë me mbretër, princa, perandor dhe udhëheqës ushtarak. Në to gjendën raporte mbi stabilitetin e mbretërive, mbi rebelimet mundshme, mbi tradhti brenda oborreve mbretërore. Informacion që sot do të quhej inteligjencë politike. Një nga arsyet kryesore pse arkivat u mbajtën të mbyllura për shekuj, nuk ishte frika nga publiku, por frika nga shtetet. Nëse një monarki do të kishte akses në dokumentet e Vatikanit, ajo do të kuptonte se sa thellë ishte ndërhyrë në punët e saj të brendshme. Vatikani gjithmonë ka ditur më shumë se sa ka thënë, dhe gjithmonë ka thënë më pak se sa ka ditur. Në shekujt e errët, nuncet apostolik ishin syt dhe veshët e selisë së shenjtë. Ata raportonin çdo zhvillim politik, kush po doksohej, kush po forcohej, kush ishte i manipulueshëm. Raportet e tyre nuk ishin fetare, ishin analiza politike të ftohta, të detajuara, shpesh brutalisht realiste. Këto raporte ruheshin, krahasoheshin, analizoheshin. Me kalimin e kohës, Vatikani ndërtoi një arkiv që nuk ishte thjesht histori, por një hartë pushteti. Kur erdhi reforma protestante, shumë menduan se kjo do të ishte fundi i dominimit politik të Vatikanit. Në realitet, ishte fillimi i fazës së dytë. Selia e shenjtë u shndrua në aktor të heshtur, nga autoritet absolut në ndërmjetës strategjik. Dokumentet e kësaj periudhe tregojnë për një ndryshim të qartë gjuhë. Nuk flitet më për urdhra, por për këshilla, jo për ndëshkime, por për negociata. Ky ndryshim nuk ishte dobësi, ishte adaptim. Në epokën e shteteve kombëtare, Vatikani kuptoi diçka thelbësore. Nuk kishte më nevojë të sundonte drejt për drejt, mjaftonte të ndikonte, dhe ndikimi më i fortë vinte përmes diplomacisë sekrete. Shekulli XIX dhe fillimi i shekullit XX janë ndër periudhat më të pasura në arkivat politike të Vatikanit. Revolucione, rrëzime monarkish, lindja e ideologjive moderne. Në çdo rast, selia e shenjtë ishte e pranishme, shpesh në prapasken. Kur fashizmi u ngrit në Itali, Vatikani nuk e liftoi hapur, ai negocioi. Traktatet e Lateranos nuk ishin kompromis moral, ishin marrëveshje strategjike. Vatikani fitoi sovranitet, siguri dhe status ndërkombëtar. Regjimi fitoi legjitimitet. Këto marrëveshje nuk u bën në publik, ato u përgatitën në heshtje, dhe dokumentet e tyre ruhen në arkive. Gjatë luftës së dytë botërore, selia e shenjtë u gjend në një pozicion unik, e rrethuar, e pambrojtur ushtarakisht, por jashtëzakonisht e vletshme diplomatikisht.
Dokumentet tregojnë se Vatikani veproi si nyje komunikimi, jo për idealizëm, por për mbijetesë institucionale. Neutraliteti nuk ishte moral, ishte politik. Pas luftës, arkivat tregojnë një zhvendosje të qartë fokusimi. Armiku i ri nuk ishte më fashizmi, ishte komunizmi. Dhe në këtë fazë, Vatikani u bë një aktor i rëndësishëm në arkitekturën politike të Perëndimit. Raportet nga Evropa lindore janë ndër më të detajuarat. Analiza mbi lëvizjet opozitare, mbi dobësitë e regjimeve, mbi mundësitë e ndikimit indirekt. Këto dokumente nuk janë predikime, janë plane afatgjata. Në Poloni, në veçanti, ndikimi i Vatikanit ishte i shumëfisht, diplomatik, kulturor, simbolik dhe strategjik. Asgjë nuk ishte spontane, çdo hap ishte i menduar. Arkivat moderne tregojnë se Selia e Shenjtë nuk ka hequr dorë nga ky rol. Ajo vazhdon të ndërmjetësoj, të informohet, të ndikoj, pa zhurmë, pa deklarata të forta, pa u ekspozuar. Sepse pushteti më i qëndrueshëm është ai që nuk duket. Pas vitit 1945, bota nuk u qetësua. Ajo thjesht ndryshoi formë konflikti. Lufta e ftohtë nuk u zhvillua vetëm me armë bërthamore dhe ushtri. Ajo u zhvillua me informacion, influencë, rrjete dhe kontroll narrativ. Në këtë botë të re, Vatikani nuk ishte spektator. Ai ishte aktor i heshtur. Dokumentet e ruajtura tregojnë qartë se Selia e Shenjtë e kuptoi shumë shpejt se komunizmi nuk ishte thjesht një ideologji ekonomike. Ishte një sistem që synonte të eliminonte çdo autoritet paralel. Dhe për një institucion që kishte mbijetuar mbi 1000 vjet duke qenë autoritet alternativ, kjo ishte kërcënim ekzistencial. Në Evropën lindore, kur regjimet komuniste konsoliduan pushtetin, Vatikani nuk kishte ushtri për të rezistuar, por kishte rrjete njerëzore, priftërinj, diplomat, akademik, struktura lokale. Arkivat përmbajnë raporte të hollësishme mbi presionet politike, ndjekjet, kompromiset e detyruara dhe strategjitë e mbijetesës institucionale. Në shumë raste, Selia e Shenjtë veproi si kanal komunikimi jo zyrtar midis lindjes dhe perëndimit. Informacioni nuk kalonte gjithmonë drejt për drejt. Ai filtrohej, interpretohej dhe shpesh vonohej me qëllim, sepse koha ishte armë. Në këtë periudhë, shfaqen kontaktet indirekte me shërbimet e inteligjencës perëndimore, jo si aleancës zyrtare, por si interes i përpashkët. Agjencitë kërkonin informacion lokal, qasje njerëzore dhe besueshmëri në territore të mbyllura. Vatikani kishte të gjitha këto. Në këmbim, ai siguronte mbrojtje diplomatike dhe mbështetje institucionale. Këto marrëdhënie nuk dokumentoheshin gjithmonë hapur, shpesh shfaqen vetëm si referenca indirekte në raporte, si komente të koduara, si takime të paemërtuara. Por modeli është i qartë, informacioni qarkullonte. Ndërkohë, në Amerikën Latine, loja ishte edhe më komplekse. Kontinenti ishte fush betejë ideologjike, revolucione, junta ustarake, ndërhyrje të huaja. Vatikani nuk mbajti një linjë të vetme morale, ai mbajti linjë institucionale. Në disa raste, arkivat tregojnë tolerancë ndaj regjimeve autoritare në emër të stabilitetit. Në raste të tjera, përpjekje për të moderuar revolucionet që rrezikonin të dilnin jashtë kontrollit. Qëllimi nuk ishte drejtësia, ishte ndikimi afatgjat. Kjo periudhë shënon kulmin e diplomacisë së heshtur të Vatikanit. Asgjë nuk bëhej hapur, çdo gjë kalonte përmes ndërmjetësimit. Kjo e bënte institucionin të paprekshëm publikisht, por shumë efektiv politikisht. Me fundin e luftës së ftohtë, shumë besuan se roli politik i Vatikanit do të zvoglohej. Në realitet, ai thjesht u transformua. Nga konflikt ideologjik global, bota kaloi në krizë permanente rajonale. Dhe aty, ndërmjetësimi u bë edhe më i rëndësishëm. Arkivat moderne
përmbajnë dokumente mbi përfshirje në negociata paqësore, në marrëveshje sekrete, në kontakte jo zyrtare midis palëve që publikisht nuk flisnin. Në shumë raste, selia e shenjtë ishte vetmja palë që të dyja anët i besonin. Por jo gjithçka në arkiva është diplomacie suksesshme. Ka edhe dështime, ka marrëveshje që nuk funksionuan, ka informacione të keq përdorura, ka vendime që sot duken të gabuara. Dhe pikërisht këto janë dokumentet më të ndjeshme. Një pjesë e arkivave mbeten të mbyllura jo sepse janë të vjetra, por sepse pasojat e tyre janë ende të gjalla. Publikimi i tyre do të ekspozonte mekanizmat e pushtetit modern, do të tregonte se si ndërtohen marrëveshjet reale, larg kamerave dhe deklaratave publike. Në epokën digjitale, Vatikani vazhdon të mbajë avantazhin e tij kryesor, diskrecionin. Ndërsa shtetet moderne vuajnë nga rrjedhja e informacionit, selia e shenjtë funksionon ende me struktura të mbyllura, me arkiva të kontrolluara dhe me qasje të kufizuar. Kjo nuk është prapambetje, është strategji. Në fund, arkivat e Vatikanit nuk janë thjesht depo dokumentesh, janë memorie operative e pushtetit. Ato tregojnë jo se çfarë u tha publikisht, por se çfarë u bë realisht. Ato nuk janë të rrezikshme sepse zbulojnë sekrete të skaluarës. Janë të rrezikshme sepse tregojnë se pushteti funksionon ndryshe nga ajo që besojmë. Dhe ndoshta, ky është misteri më i madh. Jo ajo që fshihet në arkiva, por fakti se mekanizmat që ato përshkruajnë vazhdojnë të funksionojnë edhe sot. Sepse pushteti më i fortë nuk është ai që shihet, është ai që dokumentohet, arkivohet dhe përdoret në momentin e duhur.